Zgjoheni shpeshherë gjatë natës për të urinuar. Ja çfarë duhet të bëni dhe të shpëtoni nga ky siklet. Ju mund të jeni njohur me këtë skenar. Zgjoheni në mes të natës me një nevojë urgjente për të shkuar në tualet. Pasi të keni plotësuar dëshirën, nuk mund të ktheheni në gjumë përsëri. Duke pasur nevojë për të shkuar në banjo disa orë para se alarmi t'ju zgjojë nga gjumi, mund të jetë vërtet e bezdisshme, sidomos nëse ndodh disa herë gjatë natës. Dhe kushdo që përjeton këtë e di se sa I lodhur mund të ndihet ditën tjetër. Ky problem prek miliona njerëz dhe mund të jetë shkak edhe për shumë arsye shëndetësore. Por një arsye është duke u paraqitur nga studiuesit japonezë dhe kjo mund t'ju habis. Sekreti qëndron te dieta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Problemi të pasurit nevojë disa herë gjatë natës për të urinuar mund të jetë për shkak të ndonjë çështje mjekësore. Siç e dinë, shumica e njerëzve është një problem që shpesh bëhet edhe më keq me moshën. Pjesërisht për shkak se të rriturit nivelet e hormoneve antidiuretik zvogëlohen, gjë që zvogëlon gjithashtu edhe elasticitetin e fshikëzës suaj. Por ka dhe arsye të tjera që mund të qëndrojnë pas thirrjes për të shkuar në tualet gjatë natës. Diabeti, fshikëza e tepërt, disa barna që merrni ose zgjerimi I prostatës tek meshkujt janë disa arsye, si dhe diçka aq e thjeshtë siç është pirja e tepërt e ujit përpara se të shkoni për të vjetur. Por hulumtuesit japonez nga Universiteti Nagasaki zbuluan se një arsye mund të lidhet edhe me dietën tuaj, më saktësisht me marrjen e tepërt të kripës. Në një studim prej më shumë se 300 vullnetarësh, hulumtuesit zbuluan se një konsum I reduktuar I kripës nxit njerëzit të urinojnë më pak. Ajo që hulumtuesit japonez kanë gjetur do të thotë vetëm një ndryshim I lehtë në dietën tuaj mund të ndihmojë në zvogëlimin madje edhe ndalimin e kësaj çështje. Autori I studimit Dr. Matsuo Tomihiro I tha BBC News se studimet më të mëdha u nevojiten për të konfirmuar lidhjen, por kjo punë mund të ndikojë drejt për së drejti në rutinën tuaj të gjumit. Nëse konsumoni sasi të tepërta të kripës gjatë ditës, do ta keni më të vështirë që të flini në mbrëmje, pasi kjo mund të krijojë nevojën e shpeshtë për të urinuar, sidomos te moshat pas të 40-tave. Është e rëndësishme që të mos e teproni gjithashtu edhe me pirjen e ujit ose lëngjeve të tjera dhe kafeinës përpara se të shkoni për të vjetur, pasi do të ndikojë drejt për së drejti në cilësinë tuaj të gjumit dhe të nxjisë edhe pagjumësinë. Në rastet kur nevoja juaj për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet, pasi nuk është diçka se duhet të neglizhohet për një kohë të gjatë, pasi nuk është një shenjë se mund të jetë vetëm për shkak të problemeve të pirjes së tepërt të ujit, por do të thotë shumë për çështjen tuaj shëndetësore edhe në këtë aspekt të trupit tuaj. Urinimi I tepërt në organizëm mund të lidhet gjithashtu me probleme të ndryshme që lidhen me shëndetin. Rreth 1/3 e të rriturve mbi moshën 30 vjeçare thonë se duhet të çohen në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet me 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia, dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh mund të kenë nevojën për të urinuar më shumë herë gjatë natës. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi ndërprerë është I lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundje të zemrës, madje edhe disa lloje të komplikacioneve. Ajo gjithashtu mund të shkaktojë probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni, gjithashtu edhe psikoza. Profesori I urologjisë Philip van Kerebryk po I paralajmëron njerëzit se të shikojnë për shenjat e nokturisë për hir të shëndetit të tyre. Ai citon: "Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi I dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë gjatë natës duhet të shkojnë tek mjeku I tyre për të parë se çfarë e shkakton atë. Lajmi I mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që nuk keni nevojë të vuani në heshtje nga këto probleme, pasi mund ta mbani atë nën kontroll me produktet e duhura dhe mbi të gjitha edhe të lehtësoni problemet që I kanosen shëndetit tuaj.
Nokturia është një problem i cili mund të shfaqet me shumë probleme të shëndetit, prandaj siguroni të zgjidhni edhe mënyrën e duhur të trajtimit. Gjithashtu, një gjumë i natës i ndërprerët mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin fizik, gjithashtu edhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhënie dhe suksesi i karrierës gjithashtu mund të ndikojnë në këtë aspekt, pasi mund të shfaqen edhe problemet të shëndetit tuaj. Profesor Kerebryk, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturinë, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format dhe funksionet mendore, duke e bërë më të vështirë të përqendroheni dhe të kujtoni gjërat të cilat i bëni vazhdimisht gjatë ditës. Shenjat, jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë edhe sëmundje, urinimi i tepërt gjithashtu gjatë natës mund të shkaktojë edhe probleme të tjera që lidhen me shëndetin tuaj. Nokturia mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë simptome kushteve më serioze. Urinimi i tepërt, i quajtur poliuria, është kur ju shkoni edhe të shkarkoni më shumë se 2.5 litra urinë në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve, ose gjithashtu mund të jetë simptome diçkaje më serioze. Prandaj duhet i kushtoni vëmendje të shtuar çështjeve tuaja imunitare. Një person që ka diabet të tipit 2 ka shumë sheqer të shtuar në gjakun e tij, dhe gjë që rezulton gjithashtu edhe me probleme të shëndetit dhe gjithashtu në probleme të organizmit tuaj. Prandaj, nëse vuani nga këto shqetësime, adresojeni tek mjeku për të marrë zgjidhjen e duhur. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme për të urinuar, atëherë kjo gjë nuk duhet të neglizhohet, pasi mund të shkaktojë probleme të drejtpërdrejta të shëndetit tuaj fizik dhe gjithashtu të rrisë komplikacionet e organizmit. Është e rëndësishme që, nëse keni probleme me urinimin gjatë natës, provoni edhe këshillat e urologut për të bërë një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Urinimi natës është një fenomen krejt normal, por frustrues dhe shfaqet më së shumti tek meshkujt e moshuar, por mund të tregojë edhe probleme të tjera serioze shëndetësore për organizmin, të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në çështjet tuaja imunitare. Më shpesh, shkaku kryesor konsiderohet jetë prostata, e cila me kalimin e moshës mund të rritet edhe tek meshkuj dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të drejt për së drejta të tyre. Dr. Edward Sheffer nga Universiteti Northwestern në Chicago, Illinois, ka thënë se ky shqetësim gjatë natës mund të shkaktojë edhe zmadhim të prostatës, që ushtron gjithashtu presion në fshikëzën urinare dhe shkakton gjithashtu probleme të drejtpërsëdrejta me këto shqetësime. Nëse vuani nga probleme të tilla, adresojeni tek mjeku dhe mos pini ujë përpara se të shkoni për të fjetur. Pirja e tepërt e ujit gjatë natës mund të lidhet gjithashtu edhe me probleme të drejta për organizmin tuaj. Prandaj siguroni që të zgjidhni produktet e duhura lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Mos pini alkool përpara se të shkoni për të fjetur. Ajo që mund të pini mund të ndikojë gjithashtu në cilësinë tuaj të gjumit, citon studimi. Pirja e tepërt e alkoolit pak përpara se të shkoni për të fjetur mund të ndikojë drejt për së drejti në çështjen tuaj të gjumit dhe të shkaktojë edhe probleme të njëpasnjëshme. Prandaj, fiksohuni që të zgjidhni problemin tuaj edhe me produkte natyrale. Gjithashtu, në disa raste mund t'ju vinë në ndihmë të mbani çorape deri te gjuri. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni kështu cilësinë tuaj të gjumit dhe të mbani larg komplikacionet të cilat lidhen edhe me urinimin e tepërt gjatë natës. Urinimi i tepërt gjatë natës mund të krijojë probleme të njëpasnjëshme edhe në cilësinë e gjumit dhe në aspekte të tjera imunitare. Prandaj, siguroni që të zgjidhni produktet e duhura, të cilat do të lehtësojnë këto komplikacione, citon studimi. Gjithashtu, meshkujt me kalimin e kohës duhet të kryejnë edhe analizat e duhura her pas here për të evituar komplikacione ndikuese kundër këtyre shqetësimeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative
për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.